Këngëtarja e njohur shqiptare, Gjensila Myrtezaj, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një postim të fundit të saj në Insta Story. Artistja është shfaqur në një moment tepër të ëmbël, duke mbajtur në krah qenushin e saj. Në këtë imazh, Gjensila ka dëshmuar edhe një herë lidhjen e veçantë dhe dashurinë që ka për kafshët shtëpiake, duke marrë reagime pozitive nga fansat. Moderatorja e njohur shqiptare, Jonida Vokshi, ka ndezur rrjetet sociale me aktivitetin e saj më të fundit. Gjatë një sesioni pyetje-përgjigje me ndjekësit, ajo pyet se në çfarë moshe ishte martuar. Me sinqeritetin që e karakterizon, Jonida zbuloi se ishte 33 vjeç kur mori këtë vendim të rëndësishëm. E afërt dhe gjithmonë aktive, ajo vazhdon të inspirojë ndjekësit duke ndarë momente nga jeta profesionale dhe personale. Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Era Istrefi, ka tërhequr sërish vëmendjen në rrjetet sociale me një postim të ri në Instagram. Artistja shfaqet përballë pasqyrës me një look modern dhe provokues, duke theksuar stilin e saj unik. Veshja trendi dhe mbishkrimi "Sion 2 era, 1 osht" përcjellin një mesazh të fortë për individualitetin. Era Istrefi vazhdon të mbetet një nga figurat më të komentuara të showbizit.